nuk është dita më e mirë në Bruxelles me dalë në protestë, kështu që gjithë secili që është këto, për mua është si me ardhe edhe 10 vjet për secilin që jeni, se ditat për iman nuk ka kanë favorin tonë. Por një gjë, edhe pse do të isha dash me ju pa e me ju njoft tonëve, edhe më tepër se çfarë jena sot, një gjë është e vërtetë, pavarësisht numrit, njerëz që kanë ardhur sot, edhe ato që ishin herë tjera, janë njerëz, janë shqiptarë që kanë bindje të ndryshme politike, janë shqiptarë që vinë kanë përjardhje të ndryshme social-ekonomike, krahinave të ndryshme, ama janë bërë tonë bashkë, të e pa njëri tjetrin në sy, edhe të e ditë shumë mirë se që në ndanë, ashtë shumë më pak se që në bashkon. Bravo! Bravo! Edhe aja që duket se i ka bashku shqiptarët, tash 28 ditë në protestë në Shqipni, po edhe kudo në diaspor, janë dy thirrje. Njëna është Roman Burg Berishan Burg, edhe tjetra Shqipnieri. Shqipnieri! 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 Po, pse u ba me bashk na, mas 35 vjetëve, pse u ba me bashk? Na u deshten këtë shumë vita dhe njëherë mori gjetë. Sepse, përgjigja e marë, sepse para 35 viteve, kur dole në shesh, o nuk isha, dole në shesh duke kërku ta bëjmë Shqipnin si Europa. Po nuk ishte një projekt politik shpopullimit, ishte një aspirat për demokraci, prosperitet, drejtësi edhe liri në vendin tonë. E atë nuk qeveritarët që i thojnë Roman Burg, Berishan Burg, është kjo kas politike që për 35 vjetë nërë ka përpi këtë aspirat. Nërë ka përpi sepse e kanë këthy partin edhe njëherë, si që ishte, parti shtet, ku ekonomia edhe shtet janë funksion partis, edhe të klientave tyne, oligark e të krimit organizum. Pra nëj shqiptarët edhe njëherë thanë, na do në mu ba bashk, ja për me lanë vendin tonë. Ja për me shku me i gjitha ta standarde europiane jashpijet, për mu ba bashk, alë me i pretenu, i tuku jena, në Shqipni, edhe ata që janë largue që e kanë menën në vendin e tyne me mujtë mu këthy. Bravo! Sepse, premtimi që na thot, që ju thohet Shqipnia, unë e nisi kur ma thot edhe mua, edhe pse unë jetaj një nër vendet e bashkimit europian, unë jam nër ata njerëz që ka tentu gjithmonë mu këthy në shpi, edhe vazhdoj me i pas syt në shtëpi, edhe vazhdoj me kërku punë, mënyrë mu këthy, pa u përlyn politikën e kastës aktuale. Ama, aja që na premtojnë në Shqipni, ose që i premtojnë shqiptarve, është integrimi europian. Po një integrimi europian, pa standarde europiane, nuk e myll tranzicionin. Nuk e myll. Nuk ka si myllet një tranzicion 35 vjeçar, që ose në ndajnë shqiptarët kategorisë 2, 3, edhe shqiptar strategjik. Në që se në ndajnë shqiptar që enën para dyrëve gjykatave, spitaleve, hipotekave, ku do me kërku drejtën e shërbime që meritojnë, ama është edhe shqiptar oligark, ose të hujt, tashma, rralla e fundi që po në afrohet, për cilën bajnë ligje të posaçme. Ligje të posaçme me marrë tokat e mbrojtona. E tashma po diskutojnë ligje të posaçme me marrë edhe tokat bujqësore, si shtetënore edhe private. Nuk kena ne se si me arrit me myll tranzicionin, në që se i lajmë këta njerëz të kas politike, hala me nënda në shumicën e shqiptarve që e kanë shtirë me myll mujin, që e ndrojnë në shumicën e ty në pushimet, e në shqiptar që në gjdo punë publike, ajo pakic, na vjall miliona. Nuk mundet mu myll tranzicioni me këta njerëz. Por ama, unë kam shumë besim që pikërisht na, bejt e tranzicionit, do t'i japim fund atij. Dorëshjen, Rama jepe dorëshjen, Rama jepe dorëshjen, Rama jepe dorëshjen. Du me thana dhe diçka të funet, vera po afran, njerëzit kanë najtë në shesh për 28 ditë sot. Ashtë thirrja për diasporën me shku me 4 kurrik, me bale një herë fest male kombëtare si që bame para 2 javësh në Shqipëri, edhe unë juftoj kush i ka mundësit, pa tjetër t'i bashkohet. Ama sa do që t'i vinë ose t'i rritet ritmi kësaj protestes,
e qëndrueshmëria, diçka nuk ka me ndryshu. Nuk ka me ndryshu fakti që kjo protestë na ka ndërgjegjësu, edhe sidomos ka ndërgjegjësu intelektualt. Ata që kanë prit rrallën, sot nuk e presin ma rrallën, sepse këta nuk kanë për të na lanë ma kur rrallë. Sot jena të bashku, të organizu, të folë me njëri tjetrin. Unë personalisht bëj pjesë tek diaspora akademike, ku 1260 akademik shqiptar që punojnë diaspor kanë firmuar një deklaratë në mbështetje të protestës, por edhe në mbështetje të investimeve publike në edukim, rritjen e cilësisë të arsimit në Shqipëri, kërkimeve shkencore, inovacionit, meritokracisë, e për më tepër secili firmtar asaj deklaratë premton që edhe do të kthehet me kontribut në vendin e vet. Por kjo është vetëm një nga këto qeta që qose i keni imani mend i përmendte atë Zefplumi mas 26 viteve komunizëm, thotë vetëm një qetë intelektualsh me bindje perëndimore mund ta ndrojnë Shqipërinë. Këto qeta, jo vetëm akademikësh, por intelektualë e profesionistas të punëshave të ndryshme janë të organizu. E unë du me ju thonë, kur ta shihni sheshin të u boshatis, ta dini që puna nuk ka marru. Shumë njerëz janë të përpjek, janë të bë bashkë, janë të kërku transparencë, janë të bë aleat për me vazhdu luftën ma gjatë edhe ma të qëndrueshme kundër këtij sistemit që s'po don me na mbyll tranzicionin vetë, po do ta bëjmë na. Faleminderit. Shqipëri e re!